qështu të bashkum, qysh na kom për lojës sport, edhe këtë lojë du me kry tamam qysh duhet. Jena tamam kampiona. Fjalimi ndeshjes ishte më i zjarrt. Mi u kallëzu krejtve se ne kena meritu me kon kampion. Kjo pasi grup moshe e Fushë Kosovës U15 hyri në ndeshjen finale si kampion. Nuk ju nërë rasisht, këto e kena bo me punë që 3 vjetë, sot dina e jepëm se cili matë mirën, për shok që shkina luftu për Me statistika fantastike, skuadra rriti të triumfoj bindshëm. Kjo u dëshmua edhe në ndeshjen e fundit, aty ku shënoi Belgin Jashari. Bravo! Festa ishte e madhe, në skuadrën ku ngjyra e lojtarëve e asetnia nuk kanë rëndësi. Rëndësi ka futbolli, ku secili ndihet i barabartë, në fushë dhe në tribuna. E në fund, radha ishte për ta kremtuar titullin kampion. Është viti 3 që po mendoj me këtë general dhe mas 3 vite po arritëm shpollëm kampion. Besoj që është merite këtyne djemve që kam punu realisht shumë për gjatë këtij viti për mu shpoll kampion. Tash me lujna me dojnë me kadeta, me vazhdua pet njët, me qitë fusi shërkim dhe i stasht, me vazhdua pet njët, me luftua pet njët, si gjithë shërë të vazhdu. Portarëm në këna me vazhdua pet, me qitë qose që halon ma fort. Ajras në ka bashku neve halon ma fort dhe në ka tregu që na jena kampiona dhe s'ka kush në merë titullin. Më bërë muni shumë mirë që jem edhe portjari kontores, po edhe i klubit tim zemrës, po ashtu unë ka lëzë një sukses shumë të mirë edhe në përfaqësuesën e shtetit tim, po ashtu në klubin e shtetit tim. Shumë i lumtur për faktin që u shpallën kampion, se kim punu gjatë gjithë vitit, veç për me fitu ligën, u shpall kampion edhe më ndjen shumë e mirë. Po fakti që i na shpall kampion më bën mundi shumë mirë edhe krenor dhe më ndihmon për vazhdimsi. I lumtur emocione edhe u zgjella kampion që ditë e kom prit prej fillimit. Çdo person avdeni ka si të mirë, çdo lojë të mirë edhe të keqe. Po apet që më nolë, që më dorëzu, ku më vazhdu alo ma fort.